Parku arkeologjik I Shkodrës me në qendër kalane Rozafës rezulton siti më I vizituar në vend për 2 muajt e parë të këtij viti. Kjo sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Ndërkohë rritja e numrit të vizitorëve vrehet edhe gjatë muajit mars, duke konfirmuar një trend pozitiv për turizmin kulturor në veri të vendit. Kala e Shkodrës po dëshmon që jo vetëm është monumenti më I vizituar në rajonin e Veriut, por është edhe ndër më të vizituarit në rang kombëtar. Ky vit ka filluar me një trend edhe më të lartë. Jemi diku tek shifra e 8570 vizitorëve për janar-shkurtin. Dhe një trend rritës shihet edhe për marsin, jemi diku tek 3500 vizitorë vetëm për muajin mars, kur për marsin e 2025-s ishim diku tek 2900. Pra vazhdon ky trend rritës. Sipas Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Shkodër, përmirësimi I infrastrukturës rrugore drejt kalas, si dhe rivitalizimi I hapësirave të brendshme të saj, janë në fokusin e një projekti të miratuar nga Këshilli Kombëtar I Trashëgimisë Kulturore Materiale, zbatimi I të cilit pritet të nisë në pranverën e këtij viti. Është një projekt që pikës pari ka fokusin tek infrastruktura. Kryesisht në arritimin urban brenda kalas, pjesë të infrastrukturës mbrojtëse për vizitorët, pikat sanitare, pikë informacioni, pra do jetë një faqe e re që hapet për Kalane e Shkodrës në aspektin e atraksionit turistik. Edhe viti I shkuar 2025 shënoi një rekord me afër 179.000 vizitorë vendas dhe të huaj në Kalane Rozafës, duke dëshmuar se Shkodra mbetet një destinacion I rëndësishëm jo vetëm për turizmin natyror, por edhe për atë historik dhe kulturor.